Në ishte njëherë një plak në buzë të detit që tregonte shumë histori. Kam lindur në Nis me 4 korrik 1807, përballë një deti si ky. Deti i ëndrrave të mia dhe bashkëpunëtar i shumë aventurave. Unë gjithmonë kam konsideruar veten më shumë marinar se sa ushtar. Isha ende i vogël kur u nisa për në lindje dhe kam lundruar në dete më të mëdha, ndërkohë që në Itali kishin shpërthyer lëvizjet e para revolucionare. Më 1833 u bëra pjesë e Italisë së re, drejtuar nga Giuseppe Mazzini. Dhe një vit më pas, kryengritja në Gjenovë dështoi. Me patriotë të tjerë lundruam për në Amerikën e Jugut. Duhet të qëndronim pak, por gjithsesi, atje kalova 12 vite të jetës sime. Në Amerikën e Jugut, takova gruan e jetës sime, një grua të jashtëzakonshme, Anitën. Së bashku kemi luftuar në shumë betejë, shumë fitore, shumë disfata. Na vinin lajme për lëvizjet e para të mëdha revolucionare të vitit 1848. Palermo, Milano, Venecia ishin ngritur në kryengritje. Dua të kthesh një rikthim plot shpresa. Betejat edhe pse ishin plot heroizëm, nuk arritëm të fitonim. Një vit më pas, Papa Pio IX bratisi Romën dhe Giuseppe Mazzini në 9 shkurt 1849 u shpall kreu i Republikës Romake. Roma u rrethua dhe unë së bashku me këmishat e kuqe mora pjesë në mbrojtje. Në fund, për të shmangur shkatërimin e Romës, Republika Romake u dorëzua. Ishte 30 qershor 1849. Unë dhe burrët e mi u arratisën në drejtim të Apenineve, të ndjekur nga austriakët, francezët dhe spanjollët. Ishte një tërheqje e frikshme, tragjike, gjatë së cilës Anita vdiq në krahët e mi. Por Bashkimi i Italisë pa afroi gjithnjë më shumë. Kjo fal një njeriu që ishte shumë ndryshe nga unë, Konti Camillo Benso i Cavourit, me shumë probleme, shumë mendjen preht, shumë cinik nga mënyra se si e drejtonte politikën. Më frenonte, më shmangte, fliste për një strategji që nuk e kuptoje gjithmonë. Por askush nuk mundi të më ndalonte kur ishte maj vitit 1860, kur me 1000 burra u nisëm nga Quarto për të çliruar Italinë në Jugut. I dorëzova mbretërinë e 2 Sicilëve Viktor Emanuelit II. Unë mund të kisha arritur edhe deri në Romë, por politika më ndaloi. Roma u çlirua nga bombarduesit në 20 shtator 1870. Kur hym në atë qarje, ëndra ime u bë realitet, ëndrën e një vendi të lirë dhe të bashkuar. Nuk jam i ri, por jam i mbushur me dhimbje, por kur shikoj detin, zhurma e dallgëve më mrekullon si gjithmonë, njësoj si atëherë kur isha fëmijë. Nëse shpërthen ndonjë shuhi, unë vi këtu, ulem mbi këtë shkëmbë dhe pres. Ndoshta dikush mund të ketë ende nevojë për mua.
Mblidhini rrjetat bijtë e mi, për sot të mbaruam. Shiko, baba, shiko sa shumë kemi kapur sot. Mos luaj me ata peshqit, voglush. Mos ik, ktheu më njerë, sile këtu. Dalo! Sile këtu, lëshoje. Ktheu këtu. Po përfiton nga rasti sepse nuk di të fluturoj. Bardhat fluturojnë shumë poshtë. Po vjen një re zez, po afrojnë stuhia. Nxitoni djema, duhet të largohemi. Baba, meru me timonin, me të tjerat merremi ne. Tërhiqni litarin. Vela nuk po lëviz. Forca, është e pamundur. Nuk arrin ta vdek. Kujdes! Diregu kryesor u thyje! Ka një peshk, duhet të peshoj të pak të një tore gjysëm. Ja mund! Po ti çfarë bën këtu? Do të përfundosh në det, din që këtej! Voglush, shprit poshtë me njëherë, është e rrezikshme të rish këtu! Si puna jote s'mund të ri në kuver. Po fundoseni! Litarët! Priski litarët! Mere mund me këto, baba! Një! Nuk munde më! Dy! Dito për ndryshe të humbasim drejtimin! Tre! Babaja to në balë! Ura, shpëtuam, ju lumë! Ona vjen në balë! Shpëtuam, qenim, shpëtuam! Ania nuk mund të mbajnë e shumë! Merr timonin! Ka hyrë ujë në varë! Me ndihmo! Ni! Kemi humbur drejtimin! Vetëm një mrekullim mund na shpëtoj tani! Spacola, nuk kam kohë për të luajtur. Pusho të thash. Çfarë? Një dritë? Top, po mërim në top! Toka! Nuk më dëgjojnë. Kryemari nar Spacola, erdhi momenti yt. Mos ke frikë, kësht si loj, ke për ta parë. Më ndero. Kemi një peshkaqen anije! Kujdes! Çfarë ke? Top në të majt! Top në të majt! Ja dritë! Tok, po shikoj tok! Thehu, birë, thehu! Më mirë të shkosh në ferë, se sa të përfundosh në fund të këtij deti të tërkuar. Më të gjon birë!
Spacula, më lërë të vazhdoj ëndën. Më duket vetja si ku jam në tokë të thatë. Jemi në ishull, stuja ka mbaruar, ura! Por jemi vetëm. Babi, ku jeni? Po, si është mundur? Ata janë më të mëdhenj se ne. Ke për ta parë që i kanë shpëtuar. Le t'i kërkojmë. Ishulli nuk ka shumë i madh. Ndoshta dikush mund të na ndihmojë. Nuk mund të jetë ishulli pa banuar, apo jo? Shpresoj. Si thua, s'ka arsye pse të kemi frikë, apo jo? Njerëz të bezdisur, gjithmonë e njëjta histori përsëritet në këtë ishull. Pas çdo stuhie, unë gjithmonë duhet të pastroj plerat që sillin dallgët e detit në këtë breg. Tani do të argëtohemi. E çuditshme, se mbaja mend që ky shkëmb ishte i rënd. Ej, Spacula, çfarë ke? U trempe sikur të kishe parë ndonjë përbindësh parahistorik. Ato janë thjesht shkëmbinj. Nuk ka arsye pse të kesh frikë. Më ndihmo të kërkoj babin tim me qëra fjala. Babi! Eja, Spacula, mos u frikso, kjo është thjesht jehona e zërit. Shpresoj, nuk duhet të kemi frikë. Babi! Mos ki frikë, janë thjesht sy. Po, sy. Po shkëmbinjt nuk kanë sy. E çuditshme, shumë e çuditshme. Kush është aty? E shikoni, janë pulbarda të friksuara. Pra në këtë ishull s'ka asgjë të çuditshme. Po thuaj se asgjë. Më duket se pash një papagall, por ndoshta ishte një pulbardë fshehur. Qesh, voglush. Bëj edhe disa hapa para se të marrësh fund. 1, 2, 3, 4. Shkëlqyeshëm. Shiko, eja më ndiq. Ndalo, nuk duhet të lëvizësh. Çfarë ka për të parë? Nuk e parë ndonjëherë dhi të bëj dush në balt? Më bën shumë mirë për brirët i dashur. Spacula, eja, dhe shiko, gjetur parajsën. Sa bukur, kush e di sa gjëra do t'i tregojmë babait dhe vëllezërve të mi. S'kam për ta besuar kurrë. Eja, shkojmë. Ky ishull është i gjithë për ne. Shiko atje poshtë, është një pemë e madhe. Sa mund të bukura që presin dorën time t'i marr. Forca, eja, këto mod duhet të jenë tona. Çfarë ke? Ndoshta nuk të pëlqejnë modët, E di çfarë të pëlqejnë? Biskotat, por biskotat nuk rriten në pemë. As në parajs, nuk kam parë kur mod kaq të bukura. Pra tani, më ndihmo. Mjafton të zgjatësh dorën dhe këto mod do të jenë të tuat. Merre. Le të mbledhim edhe ca. Është shumë e lehtë. Opla. 3, 4, 5, 6. Shat. Le të marrim dhe ca për babin. Ati i pëlqejnë shumë mollët e kuqe. Do të kënaqet shumë. Po, këtë drejtë, s'do të marrë më. Po, edhe një të fundit. Kjo është më e bukura. Hej, i pasardhur. Kush të dha lejen të mbledhësh mollët e mia në pemën time, në kopshin tim? Zbrit me njerë. Karriera jote se do të mori fund. A e di që duhet të kisha arrestuar tani. Më falni zotëri, unë dhe qeni im, Spacula, menduam se ishin në parajs.
dhe në parajsë ishte ndaluar të merrje mollë pa leje. Por kishim uri, zotëri, shumë uri. Humbëm në det gjatë stuisë së mbrëmshme. Ishim në peshkim me babain dhe vëllezërit e mi. Tani po i kërkonim, por nuk kemi mundur t'i gjejmë ende. Por unë jam i sigurt që kanë shpëtuar. Je i sigurt, ha? Po. Babi im është marinar i Zotit, dhe vëllezërit e mi janë vëllezërit më të fortë në botë. Nuk ka strui në botë që t'im poshti ata, zotëri. Le t'i hedhim përsëri në det. Kështu mund të vazhdojnë kërkimet e tyre me notë. Më kruen brirët. Hajdutit e malve! Çfarë hajduti? Hajdutve! Të mos e egzagjerojmë. Në fund të fundit vetëm 12 mallë morën. Edhe mund të mi kthehen. E po, le të themi që i kanë mbledhur për ne. Po, ju mjaftojnë, nëse dëshironi, zotëri, mund të mbledhim edhe disa të tjera. Ajo, faleminderit. Na mjaftojnë për sot këto që kemi mbledhur. Pastaj nuk jetohet gjithë jetën vetëm me mollë. Është e vërtet, zotëri, mua më pëlqejnë edhe makaronat edhe çokolladat, por fatkeqësisht ato nuk mund të rriten në pemë. Në përpemë nuk ka, por ndoshta në shtëpinë time edhe mund ketë diçka. Eja një skuadrë, ndihmoni. Eja spasola, po nuk e kuptove, ai na ftoi për drek. Miau, s'besoj se do të largohesh kaq shpejt. Duhet të provosh mikpritjen ton. Kështu, do të kesh mundësinë të më tregosh për stuhin dhe për mbytjen e anijës. Je për ta parë që do ta gjejmë babain tënd. Do ta gjejmë! Vazhdoni për paja skuadra, do ta gjejmë! Domethënë ta përmbledhi me pak fjalë. Unë isha në kepin e jugut. Ju orientova me llampën. Varka ishte 1 mijë larg bregut. Ti pe llampën dhe bërtite me të madhe. Tok në të majt. Ishit rreth 2 mijë larg kepit të veriut. Pozicioni ishte i qartë. Tregim nuk më bindas pak. Përsërite fjalë për fjalë dhe më trego se çfarë ju ka ndodhur. Është shumë e qartë. Deti ishte i trasuar. Ai pa një dritë dhe pastaj varka u mbyt. Meriton një medalje nderi për këtë që ke bërë. Po, edhe për mënyrën se si e tregoni nuk ju besoj fare. Sa pikturë e bukur. Por kjo është një betejë. Sa shumë ushtar me këmish të kuqe. Prap se prap. Hej, po ti, pse nuk jete kjo piktura? Ngjan shumë me këtë gjeneralin. Lëre fare, ja këte. Dua të të tregoj hartën e ishullit. Erdha! Nuk ka asnjë dyshim. Ky është i vetmi banë që një barkë mund të përmbytet gjatë një stuhie. Babai im është shumë i Zoti. Por nuk mund të bëj mrekulliera. Ndoshta po. Kemi për t'i gjetur, ke për ta parë. Eje me mua, vëblush. Po ai, çfarë ishulli është ai? Pa jo, ai nuk është ishull. Si jo? Nuk e shikon që është i rrethuar ai gjithi me ujë? Jo, unë jam shumë tinak. Nuk mund të ma hedhësh dot mua. E njoh mirë gjeografinë unë. Jo, more i porsardh. Nuk e kemi kuptuar mirë historinë tënde, por mos haro se këtu në shtëpinë e generalit, asnjëri nuk mund të lavdërohet për atë çka bën. Asnjëri prej nesh nuk mund të lavdërohet, edhe pse unë kam shumë gjëra për të bërë. Unë po thuaj se çdo ditë kap nga një mik, edhe ty, por nuk mborem. Unë mund t'ju tregoj historinë e generalit kur erdhi këtu në ishull, krejt i vetmuar. I vetmuar, shumë miri dhe i bukur, dhe ju kaluat natën së bashku në dritën e hanës. Dhe ti e kuptove me një herë që ai ishte burri i ëndrave të tua dhe heroi yt. Ziliqar, jeni thjesht ziliqar. Po të kruem brirat!
keq që më shikon. Nuk e parë ndonjëherë një dhimbje varg në qafë? Zhduku që këtej! Ajo që shikon aty është Italia. Çfarë është kjo Italia? Unë nuk e njoh. I shkreti unë, me ty duhet filloj gjithçka nga fillimi. Shiko, birim. Kjo vajzë me fondin 3 ngjyrësh është Italia. Tani do të tregoj historinë e saj. Një mbrëmje, ajo ishte ftuar në një ballo vallëzimi madhështore. Të gjithë kishte thënë se ajo do të ishte mbretëresha e mbrëmjes. Do të rrethohej nga personazhet më të fuqishëm të Evropës. Ajo erdhi fiks në kohën e duhur në teatrin e bukur. Italia! E drejtonte orkestrën një dirigent i shkëlqyer, Konti Camillo Benso nga Cavour, kryeministri i mbretërisë së Sardenjës. Dhe tani mbreti Viktor Emanuel. Por mbretërit nuk pritën më. Vet mbreti Ferdinand i Borbonës. Shenjtoria e tij Papa Piu IX. Imperadori francez Giuseppe. Imperadori Napoleoni III. Të gjithë tonin vetëm për vete. Të riq këndej e të riq andej, ballo nuk mund të fillonte. Garibaldi, heroi i dy botëve. Por kur hyri i ftuar i fundit, muzika ndryshoi. Dhe kështu Garibaldi eliminoi të gjithë kandidatët dhe bëri për vete Italinë e bukur. Sa mbrëmje e bukur që ishte, një ballo e paharrueshme. Sa histori e bukur. Po pastaj Garibaldi u martua me Italinë? Garibaldi e donte shumë. Po u martua apo nuk u martua? Kur nuk u ndan nga njëri tjetri. Nuk u ndan kur nga njëri E tjetri. kuptova. Po a do ma tregosh historinë e këtij Garibaldit? Vëbas që ti nuk e ke takuar kur Garibaldin. Unë nuk po e kuptoj pse qesh. Unë thjesht pyeta a ke takuar ndonjëherë Garibaldin. E dëgjuat çfarë pyetje i bëri Piciruku? Ha, e dëgjova, e pyeti nëse e ka takuar ndonjëherë Garibaldin. Miau. Hajde, Gjone. Ai pyeti Garibaldin nëse ai e kishte takuar ndonjëherë Garibaldin? Sigurisht që një. I dëgjove Spacola, duhet të jetë tip shumë zbavitës ky Garibaldi. Të gjithë qeshin, sa i përmenda emrin. Skuadra në përvende, tregoni pak mirësjellje. Në përvende ju thash, duhet ju prezantoj me të ftuarit tanë të vegjël. Gati, tu! Ky është Quarto, kali imi preferuar. Ka një profil shumë të bukur, është shumë fotogenik. Ndërsa ky është Piemonti, e kam gjetur në Amerikën e Jugut. Një miqësi e vjetër. Ndërsa ky është Radeski, një emër që i ka datën gjithë mijëve të ishullit.
Dhe e fundit është Caprera. Jeton të vetëm në këtë ishull. E kuptuam njëri tjetrin që në qastin e parë që u takuam. Një mike e vërtet. Na I ka treguar me qindra herë. Ju të dy vetëm në dritën e hënës, dashuri me shikim të parë. Të kruajm prirët, ha? Qetëso, Caprera. Miku ynë ka nevojë për ndihmën tonë që të gjej familjen e tij, edhe ne do ta ndihmojmë. Ju falenderoj shumë zotëri. Edhe nga ana e miku tim Spacula gjithashtu. Të bezdisshëm. Të shpresojmë se do të largohen së shpejti që këtej. Eja shkojmë. Po ju nuk më mbarua tenda atë historinë. Për Garibaldin dhe mikën e tij Italia. Po, imagjino që kur Garibaldi ishte I ri, Italia nuk ekzistonte ende. Është shumë I vjetër se Italia. Po, pikërisht. Dëgjoj, ai ka lindur 53 vite më parë. Ej, Spacula, e dëgjove, kjo po që është histori. Ja, natën do ta kalojmë atje. Është një kështjell I vjetër e braktisur në kodrën Buzdetit. Është një vend që do të të pëlqejë shumë. Shikojin. Tani të mësoj unë të si të zhytesh. Për pak mendova se I humba brirët e mi të bukur. Kjo është e pamundur. Duhet të kthehemi mbrapsht, nuk mund të kalojmë që këtej. Do të na duhet të ecim një ditë të tërë. Kujdes! Faleminderit, Caprera. Nuk e di në do t'ja dini mbam pa ty. Faleminderit, Caprera. Faleminderit, Caprera. Faleminderit, Caprera. Je më e mira nga ne të gjithë. Një nga gjërat që nuk e duroj dot. E urej me gjithë shpirt kur më quajnë të mirë. Pse Garibaldi është quajtur heroi I dy botëve? Po, sepse ka luftuar edhe këtej edhe në anën tjetër të oqeanit. Ti e di se çfarë është oqeani, apo jo? Një det I madh, apo jo? Oqeani është shumë më I madh se deti. Edhe më I madh se 2 ose 3 dete të marrë së bashku? Nëse përfituron 8 dete bashkë, duhet ta dish që oqeani është akoma më I madh. Kam shumë qef ta shoh, por nuk jam shumë I sigurt nëse do ta shoh të gjithë me sytë e mi. Ja ku është një kështjell aty përpara, e shikoj. E zura unë papafingon, unë do ta ze. Pas ka dhe një vark në det. Duhet të ecim edhe pak dhe ja ku është kështjella. E po, le të themi, mos ja vëre. Duhet të ecim edhe pak. Do të ta tregoj ku e ka takuar Garibaldi Piemonten? Sa po kishte arritur në Rio de Janeiro, ishte mrekulluar nga natyra dhe muzika e jashtëzakonshme atij vendi. Ishte arratisur nga Genova. I kishte hipur anijes në Marseille për të shkuar në Brazil. Piemonte nuk e kishte kështu emrin atëherë. Ishte I ri dhe I pëlqenin aventurat. Por, le të vazhdojmë historinë. Një mbrëmje, pasi ishte dehur, si gjithmonë në rrumë.
Unë e hap me 100. Edhe unë. Dulja cak! E, Puplagji, dukesh më jeshit se zakonisht. Çfarë ke kështu? Të është mbyllur goja apo të zu fryma? Shplaj me runë të këqia që ke bërë. Dhe atëherë ndoshta do të kthehet ngjyra si më parë. Hej, pse i që si më i fort me një më të vogël se vetë, ha? Pse nuk merresh me mua? Apo nuk ke guxim, ha? Hej, voglush, të pëlqen rumi, ha? Të zjen gjakun në përvena, apo jo? Të kthyen ngjyra. Je i bardh, i kuq dhe i jeshil, më kujton tokën time. Kështu që do të quaj Piemont, ha? Ej, papagall! Do të pis një gran kënum? Kam dëgjuar se të pëlqen rumi. Do të thuash se nëse pi rumi bëhet si e pi i kuq? Po, por qatë mbrëmje nuk ka pirme. Dehet vetë në qofë se ja kujton. Provo që t'i japësh pak. Hej, Piemont, zgjohu! Do pak rum të mirë? Mos e harros një herë. Miqësia më e mirë krijohet në kohët më të vështira të jetës. Po më thua se miqësitë e më dha lindin kur je në rrezik? Po, është e vërtet. Pasi të kemi kaluar këtë kohë të keqe, unë dhe Spasula nuk do të ndahemi më Mos u kurrë. shqetëso për Mirushin, nuk ka për t'i ndodhur asgjë. Më mirë shqetësohu për Maçokun. Shko shiko si po shkojnë gjërat. Nuk mundem më. Ska mu as djavas lëra! More vesh që këtë jetutje unë nuk do të jemu prej ajote. Prandaj për çdo gjë, fillimisht ti do të paguash. Po mua më vjen keq, e mbarova racionin e djathit. Do të paguaj sa më shpejt jetë e mundur. Po mirë të më paguash bufalaq për ndryshe ta mora medaljen. Jo të lutem, jo medaljen, unë e kam kujtim. Po pra, kujtim. Dhe për këtë herë unë po ta fal jetën, E pes Pacola, mos gjyko kur nga paraqitja. Shiko të dyja anët e medaljes. Është një vend shumë i bukur. Është një kështjell shumë e vjetër. Keni kujdes ku i hidhni këmbët. Një herë një kohë këtu jetonin pronarët e këtij ishulli. Princer ishin ata? Jo, ishin pirat shumë të egur. Të shtukemi, të largohemi që këtej. Hajde lëvizni, mos u afroni shumë. Jo, heni të gjithë këtu. Do të ndezim një zjarr bubulak këtu në mes. Po çfarë i thash? Të mblidhemi, dhe të mblidhemi. Në këtë kështjell jetonin grabicit e egër. Një grup i të mërshëm piratësh. Po, shumë vite më parë, në këtë kull ka qëndruar të burgosurit e Më tyre. duket se po i dëgjoj rënkimet e tyre. I dëgjoni? Jo, kjo është të thjesht era, le të flen të qetë. Vazhdoj të këmbgul. Dëgjoj zhurma të çuditshme. Këta janë miqtan, grupi simpatik i lakuriqëve të natës. Përshëndetje miq, jetojnë këtu dhe ruajnë mirë kështjellën. E pe të shpësoj? E pe? Po, i fort, Spacola. S'ka asgjë për t'u friksuar. Të lumë, tani ma bëre qelit. Nuk i duroj dot për kacakin.
Ju kërkojnë ndjes, po kur nuk është në shtëpi, nuk e zë gjumi mirë. Eja këtu, bukurosh. Eja këtu. Eja. A? Do të tregoj një histori të bukur para se të vesh? Po hum frymën kot duke folur me atë qenë llafazan. Më mirë të largohem se sa të shok të sken. Do më thartohet qumshti. Eja, ullu dhe ti. Dua t'ju tregoj kur Garibaldi arriti në botën e re. Në Amerikë? Po, gjithçka filloi në shkurtën e vitit 1834. Giuseppe Mazzini, kreu i Italisë së Re, kishte planifikuar një aksion, i cili mblodhi gjithë Piemontët në kryengritje. Revolucioni duhet të shtrihej në të gjithë gatishullim dhe Garibaldi duhet të hynte në sulm në Gjenevë. Por komploti u zbulua dhe përpjekja dështoi. Shumë njerëz u kapën në rrobë, por Garibaldi arriti të shpëtonte. Sa përmbriti në Marseille, hipi në një anije dhe u nis drejt në Rio de Janeiro, atje ku tashmë ishin shtrehuar edhe shumë patriotë të tjerë. Për 12 vjet nuk u kthyen më në Evropë. Në Amerikën e Jugut luftoi pa rreshtur për lirinë e vendit. Më pas u njoh me revolucionarët e Rio Grandes. U bashkua me ta sikur të ishin vëllezër. Luftoi në det si një pirat i vërtet, në një varkë që mbante emrin Mazzini. Anije, sulme të përgjakshme, flamuj që valbiteshin. Republika Rebele e Rio Grandes vazhdonte të luftonte për të fituar pavarësinë dhe Garibaldi ishte gjithmonë në rrjesh të parë. E kapën në rrobë, u përpoq të rratisej, por e rikapën dhe e torturuan. Dy muaj më pas e liruan. Arriti në Montevideo dhe pasaj me njerë caktuan komandant të forcave detare të Rio Grandes. Përsëri kundër Brazilit, edhe një betejë tjetër për liri. Më pas fama e tij u përham në të gjithë kontinentin. Tashmë të gjithë kishin dëgjuar për marrëveshjet dhe kurajin e tij. Një ditë ai njohu gruan e jetës së tij, Ana Maria de Jesus da Silva, që do të mbahet mend shumë lehtë në librat historik me një emër më të thjeshtë, Anita Garibaldi. Dhe me gruan e tij në krah rifilloi luftrat. Rreth tij ishin miq të më besnik. Numri i këmishave të kuqe filloi të rritej, ishin njerëz shumë kurajos. Më vonë ata njihen me emrin Garibaldint. Por midis viteve 1846 dhe 1847, nga Italia erdhi lajmi se Papa Pio IX kërkonte amnistin dhe premtonte reforma të reja.
Pas 12 vitësh të gjata në përbeteja, kishte ardhur koha të kthehej. Italia kishte nevojë për generalin e saj. Më 23 qershor 1848, Garibaldi zbarkoi në Nis dhe më 28 qershor hyri në Gjenevë. Nga pas e ndiqte fama e tij si lider heroik. E kuptova, nuk duhet të kemi frikë kur luftojmë për një qëllim të mirë. Nuk ka asgjë të vështirë kur luftohet për të mbrojtur idealet e duhura. Dhe asgjë nuk është e pamundur kur luftohet në emër të lirisë. Eja Spatula, ta çlirojmë këtë kështjellën nga lakuriqet e natës dhe nga fantazma. Çfarë moshe bukur, nuk luftohet me armiqt, por vetëm me hijen tënde. Luftëtarët kurajos po dridhen që tani nga Afrika. Spatula, ku je? Ushtar Spatula, mos thuaj që ke frikë nga ija jote tani. Kemi ardhur këtu për të çliruar kështjellën nga banorët keqbërës, domethënë nga lakuriqet e natës dhe fantazma! Mirëmbrëma, zoti fantazma. Nuk po bënim asgjë, thjesht po shëtisnim. Qetësohu, Spatula, tani do ikim me prap, po në fillim numërojmë të paktën deri në 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10. Zoti Fantazma, nëse nuk keni nevojë për ndihmë, ne po shkojmë të flem. Faleminderit për mikpritjen. Epe, njeri i mirë, nuk ishte arsye pse të friksoheshim. Më kruen brirët. Kam frikë se mos marrë ndonjë të ftohtë. E beson dot, takuam një fantazëm. Po, një fantazëm prej vërteti. Një fantazmë? Miau, një fantazmë? Jo, more. Një fantazm. Një fantazmë? Një fantazmë! Bëni gati topat! Ti zhduke fantazma! Një fantazmë! Pa na thuaj, si ishte kjo fantazmë? Simpatike, bëri një hedhje spektakolare në pus. Edhe ka prera duhet e ketë parë. Megjithse po ta shohësh, duket sikur sapo ka dalë nga uji. Ndoshta ka bërë një dush të mirë bashkë me fantazmën, si thua? Qesh mirë ku shesh i fundit. Tani duhet të flem, sepse nesër na pret një ditë e lodhshme. Do ta gjejmë dot babain tim? Patjetër për fli, sepse nesër keni rrugë të gjatë për të bërë. Gëzohu, Spatula, nesër do të kthehemi në familje. Po Garibaldi, u kthye nga Amerika e Jugut? Jo, qëndroj këtu ku jemi ne. Qëndroj këtu për gjithmonë? Sigurisht, kishte gruan, fëmijët dhe një detyrë shumë të rëndësishme për të përmbushur. Të luftonte për të bashkuar Italinë nën një flamur të vërtet. Si ka mundësi që një kaq mirë historinë e tij? Kam dëgjuar që flasin. Po, tani fli. Është ora 2 e mëngjesit dhe gjithçka shkon mirë. Është ora 2 e mëngjesit dhe gjithçka shkon mirë. Po, është ora 2. Ka shkuar ora për të fjetur qumë.
Pas ka njerës në kështjel. Do me thënë mund të grabis ndonjë që me vlerë. Njeft për ashtu ti! Të duke të shish me qizmet e mija! Po e di, Keuri, ka 3 ditë që s'pusim që në gojë, po me lë shok këputën! Këtë mbramje do të ham mish të but në vend të mishit të mbetur. Po, shkojmë të zgjedhin diçka për të ngrënë. Më ndiq nga mbrapa në ngordësir pa përshurmë. Shiko, ngordësir, kemi vetëm problemin e zbritjes. Kemi mish kalli ose bërcolla me mish maceje të butë. Jo. Jam alergjik nga lëkura e macës. Dhia nuk është as pak keq për 2 të uritur si puna jonë. Dalon, ngordësir, do t'i zgjosh të gjithë nga gjumi? Duhet të veprojmë me zgjuarësi. Litari, aftësi, ulim kyçin dhe pastaj veprojmë. Është si loj fëmijës i dashur. Zgjoni, gjumash, demish, të ngathat, zgjoni! Pjemon, qepe, Pjemon, qetëso, të gjithë jemi zgjuar. Mungon vetëm kaprera nga ne. Duhet jetë zgjuar më herët dhe ka shkuar për para. Jam i bindur që nuk ka për të humbur. S'ka për të humbur? Sa i natë. Hej, as Pacula nuk qënka. Ja ku qënka? Po vjen në vrap, sa çudi. Çfarë ka ndodhur? Qetëso, mos le kaq fort. Duhet t'i ke ndodhur diçka shumë e keq i kaprerës. Spacula, fol se po të dëgjojmë. Nga dal. Kaprerën e pas ka rëmbyer. Një njeri shumë i keq dhe një derë me qime. Oh jo, nga një derë i egur me qime. Të lumë të qenush, tani na t'rego se ku e kanë quar. Ejeni, nxitoni ta ndjekim. Nuk duhet të vënohemi. Jam gati. Mjaft, ngordësir, mos më thuaj që do të hash të gjallë. Kjo është një zanjush. Do ta pjekim me ngadalë. Nxitoni, duhet të bëjmë diçka. Ata kriminal duan ta pjekin kaprerën. Rri qetë voglush, fillimisht duhet mendojmë. Pa të shohim, mish dhije i pjekur në helm. S'është nevojshme të di se lexosh për të kuptuar recetën. Ja ku është. Sa intelektual që je, ngordësir. Ti dhe libra t'i gëltit. Ja këtu të ndezim zjarin tani. Afroj këtu dhëmbët. E dashur zonjush adhi, na fal për vonesën. Duhet të kesh pak durim sepse drorët janë të lagur. Sa dhije mirë qënka. Jam vetëm fare, mund të më ftoni dhe mua për darkë? Po ti, kush je? Çfarë do këtu? Parka ime u mbyt dhe tani kam humbur. Duhet të dini që kam 4 ditë pa ngrënë. Ju lutem, mund të më jepni pak mish edhe mua. Do të kënaqesha edhe sikur të më jepni vetëm një kofsh. Që tani e ndjej barkun që më bërtet. Faleminderit, jeni shumë të mirë. Faleminderit. I shërbej vetes, mos u mërzitni. Në fakt akoma nuk e kemi ndezur zjarrin. Mos keni merak, me këtë uri që kam unë mund ta ha edhe pa pjekur, ja kështu. Mos ke frikë kaprera, do të riroj. Hej, pa prit pak. Ti po e zgjit litarin darkës ton dhe pastaj s'të dha njëri le për ta prekur me dorë. Ashtu? Atëherë po jesh duart, se prek më.
Ngordësirë, Darka, u dyfishua për sonte. Ti merë ma të që ka brirë, ndërsa ati nga trestarit ja dragoj unë qefin. Batalioni 3 të rëthoni shpelën! Poziciononi! Erdhën rojet? Po vjen një batalion me roje nga deti. Unë spëras gjithë të keqe. Po përpiqesha të liroj adhin nga litarët dhe... Nuk kam asgjë, vetëm një thik të vjetër. Një kali vjetër kockë elkurë? Një maqok që me kuq? Mos po talën me mua ju tani? Një mi mikroskopik? Këna qënë ka batalioni rojeve. Me sul, idhuni në sul, si që kemi bërë gjithmonë, kja rjepim në kurët. Në qënë ka dhe një qenush nga të restare. Mjaf qesën tani, mbas animet katra, e mos ju shumë këtu, në lini të ham të qetë. Nuk është gjë e mirë që kërcënon njerëzit e parë, matosur. Qënë keni ju, general? Më falni, nuk e dhja që ishin me këtë tuaj. Thuaj derit tënë të egrë me qime të qetësohet, më duket shumë i atëruar. Talon, Gordësirë, këtheu këtu! Është mënyra se si feston generali. Të lumë të kaprera, i ke brirë të forta si qelik. Po, në thjesht po luani me atë voglushen. Doja t'i ndërtoja një kalibe me drurë që i kisha mbledhur buzdetit. Albatros, po kjo është barka e babait tim dhe vëllezër vetëm mi, që nga përbysur. Po atëherë që kanë mbytur. Bëj fort birë, nuk kemi kohë për të dëshpëruar. Ej ti, pa në thuaj, ku i gjeta ato të rasat? Po, parë më përbyt një bark pikrish këtu afër, kur arriti ishte copa, të gjitha copat i ka atjeja. Merri po deshe, sigurisht që unë nuk mund të... Ikim tani djema, shpresa vdes e fundit. Jam i sigur që do t'i gjemë, për para. Zoti general, por ne mund të largojme apo jo? Keni gjysmore kohë për t'u larguar nga ishulli. Si urdhërni, komandant. Ajri pranë detit ne nervozon shumë, zoti general i madhërishëm. Gjithsesi, edhe sot nuk ka ngrëm asgjë për darkë. Ka shumë ti, more! Unë nuk jam as pull dhe as dhi! Më lësho këmbën! Shpresoj që kur të shkojmë në mal, të qetësohet do pak. Më lësho të thash, më lësho! Shiko, Çfarë ka? atje poshtë. Brapa ati shkëmbit. Qënë ka barka jonë. Babi, vëllezër, babi, ku je? Bëj fort, miku im. Në jetë ka gjithmonë momentet vështira. Nuk duhet të dëshpërosh. Babaj dhe vëllezërit e mi, ku mund të kem përfunduar? E po, si që shikojmë këtu nuk janë. Nga kjo kuptojmë që mund t'jenë hedhur në ujë përpara se të përmbytej barka. Sigurisht do të kenë qenë notar të mirë. Dhe thua që të nkthyer deri në shtëpi me not? Ka mundësi, miku im i vogël. Në qoftë se keni mbetur vetëm, mund të jetoni dhe ju me ne, apo jo, djema? Ky ishull është shumë i madh edhe generali është mjaft i sjellshëm. Kurajo, bëj fort, edhe Garibaldi, që ishte një njeri fort dhe shumë kurajos, ka kaluar momentet vështira. Edhe ai? Po, edhe ai. Në 30 qershor 1849, pas një qëndrese tragjike dhe heroike, Roma dorëzohet. Francezët hynë në qytet me 3 korrik 1849. Ky ishte fundi i Republikës Romane. Garibaldi ishte larguar nga qyteti një ditë më parë. Donte të arrinte në Venecia, e cila po i rezistonte akoma austriakëve. Gjatë arratisjes u kapën shumë veta.
Midis tyre ishte prifti Ugo Basi dhe Ciceruacchio, së bashku me djalin e tij 13 vjeçar. Me të shtënat e armëve përfundoi tragjikisht edhe mbrojtja e lavdishme dhe heroike e Republikës Romane. Garibaldi së bashku me anitën së Mur arriti të largohej nga rrethimi, duke u stërhuar në kënetat e Komakës. Anita është shumë rëndë, sytë e saj dëshmitar të shumë betejave janë të lodhur. Garibaldi e kishte parë për herë të parë shumë vite më parë në Amerikën e Jugut. Dhe që nga ajo ditë nuk ishin ndarë më kurrë. Gjithmonë krah për krah, në përmira fusha betejesh. Generali dhe gruaja e tij. Sy për sy, njësoj si tani, ndërkohë që ndahet nga jeta. Kujtimi i mirë atë ditëve të gëzuara në jetë ka mbetur akoma. 3 bitë tyre. Ati nuk I kishte shkuar kur ndërmend që do ta humbiste. Nuk kishin humbur kur, në tokë dhe në det, madje edhe në mes të betejave më të ashpra. Gjithmonë e dinin që do ta gjenin njëri tjetrin, të lumtur. Asgjë nuk e kishte prishur dashurinë e tyre. Madje edhe atëherë, kur anitën e rrëmbeu një armik, edhe atëherë dashuria e tyre triumfoi mbi fatin. Ka disa beteja që asnjë general në botë nuk mund t'i fitojë.
Prap jeta vazhdon, mos harro, sepse burrat nuk duhet ta lënë kur dhimbjen tim poshti. Edhe sikur t'jetë dhimbja më e tmerrshme, nuk duhet të humbasësh kur besimin tek e nesërmja. Në shtëpi, u këthyem në shtëpi. Dim, alarm, o zoti mal, dikush ka hyrë në shtëpi. Alarm! Dikush ka hyrë në shtëpi. Gau gjaku yt po del tym, mos ndoshta kishim mbaruar zarin ndezur? Ajo, me sa duket ka një problem. Banditi së bashku me derrin e tij nuk janë larguar. Do t'i jap një mësim të mirë. Do t'ja japim. Tashmë kjo shtëpi është edhe imja gjithashtu. Kam një ide. Në nurtret e tua, komandant. Tani ti shko. Apro? Hej, ka njeri brenda? Kush është? Po, ky është vëlla im. Voglush! O, Voglush, menduam si ishe mbytur në derë. Kaprea, jo! Dalo! Po, kush është kjo, Kaprea? O, mos! Meshen! Gati? Mos u shqetëso, vllaçko! I kam shok, janë shokët e mi! Qesh ma së keqës, se po të mos ishi kush e di se çfarë do të më bëni. Po ku i ke gjetur këta shok, Xhanëm? Po ti, kush je? Dhe çfarë po bëhe në shtëpinë time? Mos i bëj gjë, është vëlla im! Voglushi im nga mbive këtu. Dhe kështu, kur e kuptuam që Voglushi kishte rënë në det, ndryshuam drejtim dhe i veprim që bëm na shpëtoi jetën. Kemi përballuar një stui të tmerrshme, por një kal, një dhi dhe një papagall përpaksa nuk na vran duke na hedhur në erë. Dua t'ju falenderoj për gjithçka që bët për tim birë. Për mua ishte kënaqësi që kalova disa orë me të. Baba, ky zotëria më tregoi disa aventura shumë të bukura. Ai e ka njohur Garibaldin. Ai, po ky Voglushi është i padjallëzuar. Po çfarë ka për të qeshur? Ha? Na fal birim, por puna është se ky zotëria këtu është vetë Garibaldi. Ju, general? Po, Dora vet, i madhërishmi, i pashmi, legjendari, i forti, i madhi Garibaldi. Ishte i ri dhe i bukur. Mos keni dëshirë t'i provoni brirët e mi? Është e vërtet ke të drejtë, Spacola, nuk duhet të lebrikose më. Sa i bukur ka qenë Garibaldi kur ishte i ri. Sigurisht, generali do të ketë treguar për aventurën e tij më të famshme, kur dërgoi 1000 vet. 1000 veta? Të lutem zotëri, ma tregoni tani. Po, zotëri, edhe ne do të na pëlqente të na e tregoni atë histori. Të lutem. E po mirë, në rregull miqtë e mi të ri. Kjo piktura këtu do të më ndihmoj. Kjo përfaqëson nisjen e 1049 ushtarëve të rima. Por vazhdojmë historinë më mirë. Në 1860 në mbretërinë e Sardenjës mbretëronte Viktor Emanueli. Kryeministri i tij ishte Konti Camillo Benso i Cavorit. Austria Francesco Giuseppes hundonte në Veneto. Princerit e Parmës, Luka dhe Toskana kishin votuar aneksimin e mbretërisë së Sardenjës. Ndërkohë, Papa Pio IX mbretëronte mbi statusin e shenjtërisë. Mbreti i mbretërisë së dy Sicilive ishte Francesco i II i Borbones. Në këtë situatë, Garibaldi së bashku me 1000 këmiqkuqët i hipi anijes menjëherë për të shkuar në Marsal, në Sicili.
Një udhtim shumë historik, që ishte fillesa e pushtimit të mbretërisë së dy Siqilive. Armiku I priste me padurim në kalatapim, I bindur se mund t'imposhtët e shumë lehtë në atë ushtri të improvisuar. Garibaldi ishte I vetëdijshëm që fondi I kësaj betejë do t'ishte vendimtare për të ripituar Siqilinë. Betejë shpërtheu, ishte të mërshme dhe dhunshme. Garibaldi përdori teknika dhe goditje të fuqishme, ashtu si amerikanët e tij jugor. Por në fund, ushtria e armiqve ishte detyruar të arratisej. Gjatë përleshjes me garibaldinët, ushtria e armiqve u thye. Garibaldi hyri në Palermo në ditët e fundit të majit, dhe ushtrisë së tij u bashkuan edhe një numër I madh të rinj siqilian. Ata ishin të shumët. Siqilia ishte e lirë. Tani Trengjyrshi ishte drejtuar për në Gatishun, aty ku ushtria borbonike priste Garibaldin për betejën e fundit, vendimtare. Lajmi I vlerëve të tij dhe I ushtarëve të tij I kishte paraprir dhe askush nuk mund ta ndalte këtë përleshje të egër. Ishte pamundur. Në fund të ditës dhe të një betejë të jetë të përgjakshme, falë dhe vlerëve të garibaldinëve heroik që ishin gati para çdo lloji sakrifise, flamuri me 3 ngjyra valvitej triumfues në fushën e betejës. Në 26 tetor 1860, në rrugën që të qonë në Teano, Garibaldi çliruesi I dy Siqilive u takua me Viktor Emanuelin, mbretin e arshëm të Italisë, dhe I dorëzoi atë mbretëri që do të ishte një pjesë e rëndësishme e mbretërisë së tij. Garibaldi kishte arritur atje ku burokracia dhe politika nuk do të kishin arritur kurrë.
Dhe tani, ai u ala të tjerëve detyrën për të organizuar Italinë. Ai, krye komandanti, generali, heroi dy botëve, shkoi në Caprera, duke u vequar plotësisht, por shumë krenar. Italia ishte çliruar dhe unë i lodhur nga shumë beteja, erdha këtu për të kaluar i qetë vitet e fundit që më kanë mbetur për të jetuar. Po të mos isha kthyer, ne nuk do të ishim njohur kur. Ku e diet, general, mund të kisha kaluar edhe unë në Amerikën e Jugut ose në Francë. Gjithsesi do ishim njohur, jam i sigurt. Mirupafshim. Mirupafshim, voglush. Ktheu përsërit mund takosh. Nxito, spacola, eja, po nisemi. Mere spacola, këtë medalje ke dhurat nga ne. Mos në haraku. Kujtohu gjithmonë për ne, për ishullin e Caprerës dhe herojnë të ti. Herojnë të vërtetë dhe herojnë të shtirur. Një ishull plot me miq. Mund të them edhe diçka? Tani nuk më kryen më brirët. Edhe unë mësova shumë nga ty edhe nga voglushi. Ej, spacola, nxito, ania po niset. Mirupafshi, eja të në takoni. Mos prisni sa t'ju mbytet tania përsëri. Ej, miku i vogël, të lumë. E di që pa ty nuk do t'ja kishim dalë mban kur. Ik, vrapo! Një medalje, do ta mbajmë si kujtim. Mirupafshim! 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 Mirupafshim, Garibald. Nuk do ta harrojmë kur historinë tënde. Mirupafshim.